Gjërat nuk janë ashtu se si flitet dhe si e shkruar, ndoshta edhe kanë abuzuar me emrin tim, me personalitetin tim. Për të gjitha këto gjëra, unë do shkoj të përballem para drejtësisë, dhe sqarojmë se si janë. Nëse neve do të ishte pasur garë, do të ishim hapasapi mes në bën. Ja vlen të them vetëm 3 ndeshjet e fundit, janë dhënë 4 penalti kundër nesh. Edhe gjatë gjithë kampionatit, ju dini shumë mirë mbas finales kupës, se çka ka ndodhur me Laçin, si ka vazhduar pastaj në mënyrën më së të rregullt, kur ne kemi pasur brenda rregullave lojtarët me kontrata, me mandate bange, me sigurime paguara, sigurime shoqërore shëndetësore, dhe përsëri kaluan Laçit. Dhe përsëri, po ditën e shtunë në të ndeshje, vjen arbitri ansor, që ka qenë dhe finalet, Ermal Barushi, dhe përsëri akordon një penalti minutat shtesë, ku nuk ka absolutisht lidhje, kemi dhe me pamje filmike, s'ka lidhje fare me të penalti. Dhe në atë moment e kishë krijuar gjithë ky incident, unë kam hyrë, edhe me komunikime delegatit ndeshjes dhe me zyrtarët e mi të ndeshjes, stafin tim, për të qetësuar ata tifozë. Pastaj, gjithçka që ka ndodhur atje gjitha do e seroj përpara drejtësisë. Faleminderit. Po, aty jep dorëheqjen dhe nga tani jetujte, kam komunikuar dhe me kryetarin e bashkisë dhe me 20.000 familjes, do shoh punët e mia, do shoh familjen time dhe do vazhdoj punët e mia.